O ju vëllezër e mi, Allah ju ruaj dhe ju mëshiroft. Allahu xhallahu ala i dërgoi pejgamberët e tij për dy qëllime madhështore. Qëllimi i parë është që t'i therasin njerëzit në besimin në Zotin xhalla xhelalu. Pra e gjithë aktiviteti pejgamberëve të Allahut alayhimu salatu wassalam, nga mëngjesi deri në mbrëmje, nga i pari tyre Nuhi alayhi salatu wassalam për 950 vite dhe tek i fundi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte që t'i therasin njerëzit në besim dhe në akide. Andaj që ne të ulemi të bisedojmë për besimin, për akiden, ju vëllezërit e mi, do thotë që flasim për aktivitetin më të madh të pejgamberëve të Allahut alayhimu salatu wassalam, që ishte ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, o populli ynë, adhurojeni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër posa Allahu xhallahu ala. Imagjinoni vëllazër, pejgamberin e juaj Nuhin alayhi salatu wassalam, 950 vite fshehur azi dhe haptazi, natën edhe ditën, valla ju një ligjërat, me si që ndëjse dhe akshami dhe ndoshta dhe na duket e shumt. Natën edhe ditën 950 vite e thiri popullin e tij në këtë akide dhe besim, në njëshmërinë e Allahu subhanahu wa taala, dhe pse populli i tij e refuzoi davetin e Nuhit alayhi salatu wassalam, saqë ka ardhur në transmetime vllazën që sa herë që vinte 100 fundi 100 vjetit dhe vinte momenti që të ndrojnë jetë pleshte e kohës, valinin në emanet djemve të tyre, o ju djemtë e mi, mos e ndiqni Nuhin alayhi salatu, mos e ndiqni Nuhin. Pra imagjinoni ju vllazën, jo që Nuhi alayhi salatu sa kundërshtohet nga populli i tij, por edhe nga pleqtë dhe nga kryesorët dhe udhëheqësia e popullit në atë kohë. La ilaha illallah. Mos e ndiqni fenë e Nuhit alayhi salatu wasallam, megjithatë ai nuk ndaleshte natë, pra si shtam natën edhe ditën, fshehurazi dhe haptazi që të thërret popullin e tij në besimin e Allahut xhallahu ala. Dhe kur erdhi fundi i jetës, pas 950 viteve, i tuboi djemtë e tij, i tuboi ata të cilët e ndoqën fenë dhe besimin e tij dhe ju tha atyre: amarukum bithnaini wa anhaakum an ithnain. O i bitë mi, unë ju urdhëroj me dy punë dhe ju ndalojnë nga dy të tjera. Ajo me të cilën e urdhëroi Nuhi alayhi salatu wassalam, i urdhëroi djemtë e tij, ishte amurukum bila ilaha illallah, po ju urdhëroi juve me shahadetin la ilaha illallah. E vllazit e mi, wallahi billahi, aq sa ne do të arruajmë tauhidin dhe njëshmërinë dhe akiden në zemrat tona dhe në fëmijët tonë, aq do të na i ruan Allahu xhallahu ala farën edhe pas vdekjes tonë. Aq sa njeriu e humbën besimin në familje dhe nuk e ka gajle dhe dirë se fëmijët e tij ndoshta nuk janë në rrugën e Allahut, nuk janë në rrugën e besimit, nuk e madhurojnë urdhrin dhe ndalesën e Allahu xhallahu ala, ta di se Allahu ka për me të humbe dhe ke pasardhësit e tu. Andaj njerëzve të cilët vevaruajti Allahu xhallahu ala farën e tyre dhe pas vdekjes ishin pejgamber të Allahut, se gajlen më të madhe që e kishin ata ishte: e populli madhurojeni Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër posa tij. Ndoshta me mijë dhe me mijë vite që ka jetuar Nuhi alayhi salatu wassalam, por ende përmendet emri i tij. Dhe të gjithë pasardhësit pas Nuhit alayhi salatu wassalam janë prej djemve të Nuhit. Imagjinoni imami i tauhidit dhe njëshmërisë dhe i akidës dhe i besimit, kush ishte vllazën? Që përmendet në për libra i thot imami i tauhidi, kush ishte? Kush për pejgamberve? Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj dhe Allahu xhallahu ala vendosi që të gjithë pejgamberët pas Ibrahimit të jenë prej djemve të tij. Nuk ka asnjë pejgamber pas Ibrahimit alayhi salatu wassalam që nuk është pe bijve të Ibrahimit. Qoftë Ismaili që pas 3500 viteve Allahu e dërgoi pejgamberin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është gjeneza e Ibrahimit, qoftë Ishaku që të gjithë pejgamberët e Beni Izraelitëve janë nga gjeneza e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pa shihni ju vëllezërit e mi se aq sa robi do të harruan akiden dhe besimin dhe tauhidin në zemrën e tij dhe në familjen e tij, po aq Allahu do të harruan në pasardhësit e tij që ata të dërgojnë mëshirë dhe rahmet para ta.